Formacioni korali i Shkodrës 9-vjeçare e Zemra e Krishtit me këngën Nan, e cila përfaqëson Shqipërinë në Festivalin Evropian të Muzikës, u shpall fituese e çmimit të parë të Bilbirave të Vegjël të Shkodrës këndojnë në finalen për formacionet korale. Një interpretim fantastik i fëmijëve të kësaj shkolle që rrëmbeu duart rrokritjet e publikut dhe vlerësimin maksimal të jurisë. Një risi që do rritet çdo vit dhe shpresoj që të ketë kualitet. Ndërsa Mej Hoxha u shpall fituese në kategorinë e këngëve qytetare shkodrane. Kur kalon rrugës me nazë si lule zambak, dalu pak e hill masyrit se kam dërnë marak. Kur kalon ti rrugës time dhe më përshëndet, mi faljetës ka të gëzime, je dashnia vet. Ky Maroku i shkret, nuk malen zemrën e qet. Ky organizim dëshmon dhe një herë tjetër se Shkodra mbetet qyteti i talenteve dhe shtëpia e madhe e artit të kulturës shqiptare. Një iniciativë që meriton vëmendje, meriton respekt. Gjithë të fëmijë që marrin pjesë në këtë aktivitet, performojnë në skenë, dhe përveç se si edhe një atmosferë të gëzueshme nëpërmjet këngëve, marrin një formimë dhe një kulturë, një edukat, një eksperiencë që ka vlera për jetën e tyre. Edhe ky publik që i njeh me kaq shumë interes janë prindët dhe të gjithë dashamirësit e muzikës e këngës për fëmijët. Në mënyrë të veçantë meriton evidentim puna që bëhet për ringritjen e traditave të këndimit koral, sepse ndryshe është të kesh iniciativë personale dhe ndryshe është kur arrin të bësh një grup me 50, 60, 70, 80 e 90 vjet siç kishte kore këtu. Prandaj është një tregues pozitiv që po lëviz diçka. Shkodra e meriton që të ketë një aktivitet të tillë që mund të ishte kombëtar, marrëkombëtar edhe më gjerë. Dhe ajo që të bën përshtypje është kultura e familjeve shkodrane për të sjellë fëmijët për të kënduar në kor. Fatkeqësisht ne këto i kemi probleme në mbar Shqipëri, sepse gjithë fëmijët duan të jenë solistë. Fakti që mblidhen dhe kulturohen, se kori kulturohen shumë, mbush shumë mendjen e fëmijëve, është një fitore e madhe për familjet, për ato që organizojnë, bravo i qoftë Qendrës Kulturës së Fëmijëve, për Bashkinë e Shkodrës dhe duhet thyer në bazë akoma më profesionale mendoj ky aktivitet, duke e bërë një festival mbarkombëtar të koreve të fëmijëve të gjithë Shqipërisë. Sepse kështu do t'tregojmë kulturë dhe kështu do arrim të zëmë me kulturë orët bosh që kanë fëmijët. Mbrëmjet e 9 pritit është finalja 2 dhe më madje për shkollat nga klasa e parë në të 9-ën.